Rriten tarifat për kartat e identitetit dhe të pasaportave nga 1 janari vitit 2015. Duke filluar nga kjo datë, të gjithë aplikuesit për dokumentat e identifikimit do të duhet të paguajnë 300 lekë më shumë për kartat e identitetit dhe 1500 lekë për pasaportat. Letërnjoftimi do të kenë element shtesë sigurie, por dhe do të mundsojnë përfitimin e shërbimeve publike elektronikisht. Kuponët ekzistues që janë blerë do të mund të përdoren deri në 30 dhjetor, më pas nuk do të jenë të vlefshëm, pasi nga 1 janari do të fillojnë të shiten kuponët e rinj, ku karta identiteti do të kushtojë 1500 lekë dhe pasaporta 7500 lekë. Shtimi i elementeve të sigurisë në mjetet e identifikimit nuk do të detyrojë ribërjen edhe një herë të aplikimeve për mjetet identifikuese, por do të shtohen vetëm disa elementë sigurie. Në të dhënat e bëra publike nuk bëhet me dije se çfarë rritje kostoje do të ketë për aplikuesit me kohë të shkurtër, ku deri më tani është aplikuar tarifa prej 15000 lekësh. E përsa i përket aplikimeve nëpër konsullata, kuponët për karta identiteti pas 1 janari do të variojnë nga 12 deri në 16 euro, ndërsa pasaportat biometrike nga 130 deri në 170 euro. Sipas burimeve të shqiptaria.com nga Ministria e Brendshme, kjo rritje ekziston në kontratën me kompaninë prodhuese që nga qeveria e kaluar dhe se nuk është ndonjë shtesë e kërkuar nga qeveria aktuale.